Çdo natë ka fundin e saj. Ta harrojnë ta që do na mbajnë edhe do të qeverisin dhe mas vdekjes, t'i bëjmë dhe i shkop si Solomoni, që edhe i cili zotëron dhe gjindet, e që mos a kuptoni gjindet, e mbajti shkopin dhe i vdekur, derisa e gryen krimat dhe ra. Ja t'i bëjmë dhe i shkop tani atje, dhe do të rrim aty në hijen e tyre, në lyqin e tyre, po jo më janë. Kur të fillojë ndryshimi, do i marr përpara me shpejtësi pa ashtu. Unë e parashikoj të dhe besoj do jemi prapë bashkë për biseduar. Nuk ka më kup është mbushur, dhe ku mbushet një kup, çdo pikë hidhet do derdhe. Nuk me çfarë formash do shmangin. Përse them unë që kupa është mbushur? Zullumi kputet duke u trash, litari duke u ullu. Apo i mbyt zullumi vet. Nëse besuam që do merret drejtësia me Veliaj, me Berishën, me Metrën. Drejtësia ka vajt thellë tek ata. Tani nga establishmenti vjetë kush ka ngelur Rama? A është një çudi? Fare se çudi. Çdo gjë pritet, do hapen gjëra, do shifen mirë, po që se këta zotërit e tjerë do na bëjnë edhe pishmalli, nëse se këta pazari ka bashkuar, pazari do t'i ndaj. Atëherë shohim. Kush mendoni se do të goditet para zgjedhjeve sa i përket figurave kryesore, qoftë të mazhorancës apo edhe të opozitës, kryesisht po marrim ata që kanë të njëjtën peshë? Nuk hedh fall një hit tani se nuk e kanë bërë një punë. Kisha vetë në kryet spakut me këto dosi që kanë, do i kisha fshirë gjithë, pa preshtim, as i preshtim. Kjo është e vërteta. Ku surs kanë lënë, nuk ka një sektor të qeverisis apo ish qeverisis i ka shpëtuar. Dhe them një fakt në takimet që kam pas. Kur ta bit personin që dëshmojt, dhe them dhe me emër. Dhe vjen një biznesmen grek Shqipëri. Në krizën nga madhe që u bën Greqi, vjen një biznesmeni dhe takohet me një ministër. Ka qenë rreth vitit 2007-2008. Një ministër shqiptar. Dhe i kërkon që ky person të zhvillojë një aktivitet dhe kishin një rrjet për rreth 45 dyqanesh kafe për portative, nga ata me kontenjera, do ta instalonte ato edhe në Shqipëri. Bën takim me ministrin shqiptar, i jep dosjen me program, me CV me të gjitha, si do ta organizonte këtë rrjetin e këtyre, në shërbime në breg dete, këtë dion. Mbas një 10 ditësh bëjnë takimin tjetër, edhe i thotë dosja ishte pa lëvizur, pra si kishte parë fare ky ministri jon, që i kishte marrë dosjen për shqyrtim. E zgjidhën të punë 10 milion euro për mua dhe kjo punë bëhet. Unë me 10 euro kishte në ai hap licencën në New York me $10. Për këtë ministër përfitet që ka blerë këtu në Atlantic City, jo larg nga ku po rrim këtë moment, të pak në 5 vila luksoze në Bergdel. Ta kemi pasur qeveritar dhe ky ministër ka lidhje të forta, edhe pse ishte i PD-s, ka lidhje të forta edhe me PS. Se ka prekur, si ka hyrë gjënka. Ky është motivi, no? Edhe kur vi për të them njëkohësisht dhe po qetësohem, s'të lëm faktet. Ta sjellin adrenalinën prapë këtu. Në fyt ta sjellin. To përshirësira. Po çanta, ministër nga fshati realisht. Akoma sot ecën shtrëmbër, ecën me thëmbra. Por që nuk di ku ka parat. Nga një fshat i humbur është bërë agar në mes të Amerikës. Këto e. Edhe biznese tjera, përveç atyre vilave e tjera. Mendoj që shqiptarëve është ndyrë shkopin nga 2 akrat dhe s'ka nga ta kapin. Unë e mi qartë që duhet kapur nga parimet. Tani këtë thuash, kush është njëri me mirëse tjetri? Bile e të thuash tani kush është njëri me keqe tjetri nuk e gjen dot se janë bërë bara as njësoj. Kanë marrë të dozën maksimale të zezës e nuk e dallon dot më kush është njëri me izisë tjetri.
Avokat, dhe i pyetje fundit, si parashikoni zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 11 majit dhe çfarë pritet të prodhojnë ato? Zgjedhjet vështira të qelbura, jo të lira, që nuk do të prodhojnë asgjë, përveç se një zgjatje të pengmarrjes të fatëve të popullit shqiptar. Të prodhojnë vetëm diçka, jo një qeveri stabilizuar për 4 vite të tjera, por janë një trokitje për krizën elektorale që do të vijojë një sistem krizash derisa ne të përballemi me këtë sistem, të bjerë ky sistem. Por me ndihmën e drejtësisë. Mendoj që zgjedhje më të pashpresa dhe më të vështira se këto nuk kam, se mbasi është mbushur kupa, po ta shohësh, unë e thash, pure strategji, pure motive, pure outcome. Pa strategji, pa motiv, pa produkt, shumë të tjerë. Pra, na kanë lodhur, na e kanë shpifur, dhe aty është shpifur dhe vetja me sa shoh. Janë lodhur dhe vetë duke na gënjyer, duke na premtuar, po dhe vetë për gjë nuk lodhen, duke na vjedhur. Pra prap duan pushtet. Besoj se ka kaluar çdo lloj mase, çdo lloj kufiri. Pra. Nuk ka më sens t'i analizojmë kështu si kur këtu kemi një çudi për zgjedhur. Ca hajdut që konkurrojnë me ca ish hajdut, po që realisht janë në lojë se ju ka ecur biznesi prapë. Kjo është. Hajdut dhe asgjë më tepër, ordiner dhe asgjë më tepër, kriminal dhe asgjë më tepër, mbi të gjitha anti-shqiptar dhe anti-human. Se edhe mos qofshin shqiptar, thjesht jemi qenë njerëzore, nuk e meritojmë të trajtojnë kështu. Pastaj flasim për arritjet, atëherë pastaj na shtojnë atë dozën e vështirësisë. Arritja më e madhe është që ne i kemi ngritur kult hajdutlikut. Domethënë vlerësim më të madh. Ne vetëm në fantazi u bë pirati pap. Ne bëm hajdutin ordiner, bëm president. Tani kemi ministra. Dhe vazhdojnë konkurrojnë me non grata. Nga bisedat që kam pas tu, aty është e. Të më thonë, bëjnë këshillik. Ne kemi dizenjuar non grata, dhe këta bëjnë këshillik. O non grata të njësë të tyre konkurrojnë, i vëm prapë për të konkurruar. Vazhdojnë të bëjnë, ta qënë deri në fund. Edhe Noriega nxori shpatën dikur kundër Amerikës. Po e psoi. Vazhdojnë. Ne besojmë se e armi përket atyre që janë me të drejtën edhe me zgjidhje dinjitoze dhe për begatinat i vendit. E meriton vendi ynë, populli ynë. Ne vazhdojmë më keq se sa edhe pushtuesi s'do kishin trajtuar kaq keq sa ka trajtuar me dhe me përfaqësuesit tanë, të cilët nuk e përfaqësues, se po na marrin me dhunë. S'na kanë lënë zgjedhje, na kanë thonë o Sali o Edvin, asgjë tjetër.